le themi, dhe kemi zgjedhje të reja, apo jo shini ndryshe? Qasja e zotit Abdigjiku për ndërprerjen e përkohshme ndoshta të këtij dialogu ose të kësaj marrëveshje eventuale politike e shoh si një sjellje të pjekur politikisht, sepse një lider ose një udhëheqës i një partije politike i cili do të ishte në vendin e kryetarit me të gjitha ingerencat, të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë, në një mënyrë ose tjetër ka pas të drejtë në aspektin procedural, formal, ka pas të drejtë me vazhdu për dialogun eventual të komunikimit me qëllim të ndërtimit institucioneve. Mirë po ky ndeu ose pati një aftësi të ndihshmërisë në raport me përgjegjësinë politike që ka. Mos erdhi kjo si pasojë edhe numra, mbas edhe brenda, pra nuk ishte vetëm reflektim, po ishte edhe fakti që nuk mund të kishte numrat e plot. Ai reflektim ka bërë përshtypje pozitive mua. Sepse në një mënyrë ose tjetër, udhëheqësit të cilët pretendojnë me lënë gjurmë, dëshirojnë t'i lënë ato qoftë me mënyrën e ndikimit, qoftë me respektimin e procedurave, qoftë me respektimin edhe të palës kundërt, që në rastet të caktuara mund të vjen nga jashtë apo nga brenda. Mu për atë më ka bërë përshtypje pozitive kjo. Mirë, po në anën tjetër tash mbetet të rikonfirmohet brenda fillimit gushit pritet mbat kuvendi ku do të ketë një farë mocioni të brendshëm për zotin Abdigjiku, edhe nëse sërish ja del, janë deputetët e LDK-s pastaj që janë kundërshtar të tije, që po vrehen kush tek janë, që mund t'i shkaktojnë sërish të lashe në çështjen e negociatave, apo jo? Sado që kom mendue se na kem te i kalu disa probleme të qasjeve jo të pjekura politike, unë mendoj që ende edhe kjo sjellje që po bëhet sot nga grupacionet saktuar apo individ brenda LDK-s me jep ende përshtypje se ende vujmë nga objektivat partijake dhe politike bile edhe në dëm të objektivave të ndërtimit institucioneve. Gjë që po e shohim, sepse një strukturë pjekur politike edhe në disfavor të vetin, kur është në pyetje ndërtimi institucioneve, gjë që po na kërkohet shumë, dhe jo vetëm nga qytetarët e Kosovës, por edhe nga miqtanë ndërkombëtar, une kisha preferue një durim që ishte dashur ta kenë disa akter politik brenda lidhjes demokratike, që një gjë e tillë e kërkesës për qoftë për votbesim, qoftë për shkarkim, apo forma si ata e kanë të qartë këtë fenomen, të lënë për një kohë pak më të qetë dhe t'i japin shansë ndërtimit institucioneve, sepse në një mënyrë ose tjetër, qytetarët e Kosovës dhe edhe votuesit e lidhjes demokratike në objektivat e tyre në listën prioritare kanë pas ndërtimin e institucioneve. E tash, Paj me kë, se kjo çështja, të dy grupacione, zoti Ramosaj, duke që janë të ndara se me kë duhet të bashkëpunojnë. Për shembull, zoti Abdigjiku qartaze, edhe në reagimin e tij, ai ka një farë dëshire që të gjej aveny për të koalicionuar me vetëvendosjen. Ndërkohë, kundërshtarët e tij janë kundër idesë së bashkëqeverisjes me vetëvendosjen. Po shiko, në qoftë se janë kundër ata në fakt binë në pozita që janë kundër ndërtimit institucioneve, sepse në qoftë se kishte më pas alternativa tjera, kishte më pas kuptim kjo qasje. Por, këtu shihet qartë që Partia Demokratike e Kosovës është në një farë formë është pajtu të jetë në opozitë, dhe një pjesë tjetër e opozitës e deri djeshme nuk ka treguar interesim të veçantë për hyrje, siç është Aleanca apo partitë të tjera. Kështu që shkalla e riskut rritet shumë më shumë në këto situata, se sikur të ndodh zgjidhja qoftë edhe me vot besim,
qoftë edhe me shkarkim dhe fitim të një grupi ndaj një tjetri që të bëhet zgjidhje që do të ketë efekt institucional, kisha dhe unë ta përkroj a priori, mirë po shkolla e riskut rritet edhe më shumë. Kundërshtarët e Abdi Gjikut, nëse Abdi Gjiku e te kalon votbesim. Që unë a priori jom për një grup ose një grup tjetër, të jemi të qartë. Veç të jemi të qartë pyetja që do ju... Edhe pse më njohin mund të gjithë për qëndrimet e mia që munduam relativisht parimore. Jo, në fakt çfarë po kërkoj nga ju në këtë rast është çfarë leximi keni ju të situatës që kush ju duket që te grupacioni tjetër është ai që po udhëheq këtë grupacion, për shkak që si gazetar, po shprehim nga një farë lloji habie, nuk po shohim një vend ku një person i cili po e udhëheq gjithë këtë. Pra, përflitet zoti Përparim Rama, përflitet zonja Hikmete Bajrami, përflitet zoti Abdullah Oti. Gjithë këta i kemi parë që kanë përplasje me zotin Abdi Gjiku, por asnjëri nga ta nuk duket si që është ide. Ne e kem pa një rat film që e ka lujt zoti Hoti. E kem pa atë film me zotin Mustafa. Dhe atë film nuk besoj që dëshirojnë ta shohin edhe një herë qytetarët. Dhe në kuptimin e guximit intelektual dhe politik, nuk është një grupacion që ka guxim shumë të fuqishëm në kuptimin e daljes qoftë para votuesve të vet, qoftë para opinionit. Ka paraqitje të tëre spontane në rrjetet sociale që në fakt në një farë mënyre edhe në zgjedhjet e fundit mu ka duk që ka pas bojkotime në përdeg të caktuara, edhe pse nuk kemi të drejt nëse nuk kem statistika të themi këtë. Unë nuk kam statistika përveç që e di që në zgjedhjet lokale kanë marrë shumë vota LDK-ja, në zgjedhjet qendrore, edhe pse nuk përkthehen këto. Dallojnë, nuk përkthehen. Atje bëhet garë për ujëra të zeza, për rrugë, për këtë, këtu bëhet garë për politikë të madhe. Mirë po, unë po due me debatin me pa në kuptimin kush është i aftë me ndërtu politik në kuadrin e LDK-s. Kush mund të zhvillon politik në LDK? Mirë, a është në favor të... Nuk shohun aty diçka që mund të prodhon dikush më shumë. Këtu është problemi. Po i shoqërisim gjitha argumentet. A është në interes të LDK-s së tanishme të futet në koalicion me një parti që deri tash të quante autoritare, që quante parti që po don ta kontrolloj gjithë pushtetin dhe një parti me prirje fakt që do e kishte një farloj totalitarizmi brenda institucionet të Kosovës. A sheni ju kështon? Po jo, mo nis nga ky koncept, në asnjëherë nuk mundem me bë institucione. Politika është të ke fundit është arti kompromisit. Në qoftë se një parti politike, une edhe në zgjedhjet e kaluara kom pas kritik pse nuk kanë hyrë këta në koalicion, që ka qenë gati rasti i ngjajshëm. I ngjajshëm ishte. Shikoni, në qoftë se të hynë në koalicion me një parti tjetër, po marr parasysh edhe pse ajo është në aspektin ideologjik shumë e kundërt me lidhjen demokratike, ti mund t'ja imponosh një pjesë të programit tuaj që përmes asaj pjesë të programit ta zhvillosh me kuadrat të tu ose me digasteret që merë dhe në një mënyrë ose tjetër ki shans që qoftë në zgjedhjet lokale, qoftë në zgjedhjet qendrore me fitu po ena të elektorati, sepse, shikoni, lidhja demokratike në opozit nuk e ka mësuar mësimin në kuptimin e zhvillimit politik. Lidhjen demokratike opozita e ka zvetnuar shumë, sepse edhe kanë hezituar në një farë formë udhëheqja politike është mundu me mbajt një farë raporti gentlemanësh me pozitën, por edhe në anën tjetër ka mungu guximi politik dhe ka mungu narracioni pse ata duhet me i votu dikush e jo një parti tjetër. Duke i marrë parasysh për pushtet? Gati që është shumë parti institucionale dhe në një mënyrë ose tjetër nuk ka treguar që din me bë opozitën. Po e shohim edhe në këto 2-3 parë zgjedhje që ka mbet në opozit, që në fakt gjithnjë
është në rënje, nuk është në ngritje, përveç këtij rasti të fundit me këtë fenomenin Osmani. A besoni, zoti Ramosaj, që e gjithë kjo situatë i shkon për shtati Albin